Unë jam martu me 20 vjet në Kosovë, me një kosovare, jetoj në Gjermani, amo na shkojmë shpesh edhe ko familje edhe buria, me dhe këtu edhe atje, e gjithë kum një për këta dhe mjasharje, e kini edhe aeroporti atje, atërë më kanë interesu kush është kjo, pse e kanë bëjë edhe aeroporti për to e kështu, e tu vit njonin, tu vit tjetrin, e kështu, atërë ma shumë më ka interesu, atërë ja nisa edhe pak kështu, në për interneta, në për librat, në për adin, me këqyrë kush u kona aje, pse qaq mu ka interesu dhe më ka pëlqy historia tina, e kum shkru një libër se e pova se s'ka as një libër në Gjermani për to, tash pse mës me një jam një tina edhe tjetër ka, jo veç në Kosovë për shemull. Mas pari kum dosht me qitë edhe knina libren, për me ditë edhe këta knina që kanë hekt atëre Kosovarët, se shumë kush e din veç historia e Serbisë, e din që kanë thonë që kanë shkru këta. Kërkush nuk din tamon në Kosovë që ka u konë. Adem Jashari është një njeri që o qunë kame dhe që nuk e kaljon për shemull sërbt atëre me qitë poshte, nuk e kaljon adin, nuk o tut, e ka hek edhe pak tutë e njerëzit në Kosovë, adin. A ju ka një libra du të me tonë me lidzu është jo veç biografia tina, po është edhe shkru me kështu, kur e lidzon me lidzu me qef, adin, do shta me bo një libër, jo veç me lidzu biografin, se kështu që shu le, që shu rrit, pse ja ka nis, adin, se ka po që shosht në shkolle, që shosht kështu jeta e gjithë adin, nuk e kam posi njerëzit, që shmeton, në drejt, kur gjoa. Libra ta shite që tu në Gjermani, në Austri, në Zvicër, në shumë pjesë Europës po shitet libra online, amo unë e kom pas qef edhe në Kosovë me shprodha që shmeton këtë libra. Po, se shumë kushta që akum në mene në Kosovë din me lidzu e me shkru gjermonisht.